Përshëndetje, miqtë mi, mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Do të lexojmë energjinë e përgjithshme të tarotëve. Energjia e përgjithshme e tarotëve për ditën e sotme është kjo. Dy letrat në radhë dhe fillojmë. Princi i monedhës. Princi i monedhës tregon një lajm për bollok, për një punë të re, për diçka të mirë. Kemi këtë kup të argjend. Një lajm i papritur, i befasishëm, do të vi në jetën tuaj. Në këtë kup të argjend ky pëllumbi paqes sjell të lajm, i cili do të ndryshojë dhe do të transformojë jetën tuaj. Është i befasishëm, është i papritur. Kalorësi i shkopinjve. Kalorësi i shkopinjve tregon që ky kalorës në hyrje punktikalit dhe me furi vjen për të sjellë këtë lajm të mirë për pjesën e punës, për pjesën e bollokut, për dashuri. Këto janë letrat e përgjithshme dhe mund të rezonojnë me disa persona, jo me të gjithë. Kemi këtë 7 të kupave, që tregon që jeta juaj ka ulje dhe ngritje. Keni kupa të mbushura me lule shumë gjyshe dhe me njerëz, keni dhe kupa të mbushura me njerëz me maska, pra me shumë fytyra. Nënta e kupave tregon që një person pozitiv ju ndihmon në problemin e bollokut, në problemin e një pune të re që ju prisni së shpejti. Ky është një person shumë pozitiv, me këmbë në tokë, i cili ju ndihmon për të zgjidhur problemet tuaja. Pra i dëgjohet fjala. Femra fuqia, femra e fuqishme në infinit, tregon që keni një energji të fortë dhe këtë energji ju e përdorni për të plotësuar ato qëllimet që i vendosni vetes tuaj. Letra e diellit. Letra e diellit është një letër shumë pozitive. Ju hypni këtij kali të paqes dhe në dritën e diellit, në këtë energji diellore, ju shkoni drejt gjërave fantastike në jetën tuaj, drejt një transformimi në jetën tuaj. Përveç transformimit, ju do të ndryshoni dhe status. Doni të ikni, të largoheni, të bëni një rrugë, por e keni pak me mëdyshje, sepse keni kupa që keni mbrapa para këtë pjesën e bollokut, pjesën e punës, pjesën e familjes, dhe keni me mëdyshje këtë rrugë, por bëheni thot sepse ndihmoheni nga hëna dhe nga dielli. Perëndesha e bukurisë. Jeni një person i realizuar, me këtë dritë universi në dorë, në këtë oazë të mrekullueshëm, ju ndriçoni gjithmonë në jetën tuaj. Pra, i keni çdo gjë shumë pozitive. Hëna e plot tregon që kullat tuaja janë të mbrojtura nga drita e saj, nga drita e hënës. Dhe këta njerëz diliqar që ju keni tu, pra që keni vërdall, ju shikojnë me shumë zili, me çmir, jo me atë pjesën e energjisë pozitive. Pra janë njerëz negativ. Por, hëna e plot, këta njerëz i verbon dhe i lë në lumin e tyre, atje ku ata e meritojnë të jenë. Kjo ishte energjia e përgjithshme e tarotëve për ditën e sotme. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram